Ekipi kampion i kampionatit të parë botror të futbollit IPA për Policinë, që Shqipëria sapo u nderua me një pritje zyrtare nga kreu i Bashkisë Shkodrës zoti Benet Beci. I kënaqur për këtë respekt, për këtë nderim që u bë ekipit tuaj zakanjori? Sot pat me një ftesë nga kryetari i Bashkisë Shkodrës zoti Beci, i cili priti ekipin kampion të botës në futboll të IPA. Ishte një kënaqësi e zakonshme pasi zoti Beci për arsye objektive nuk mund të ishte i pranishëm në ceremoninë e hapjes të mbylljes së aktivitetit. Për këtë arsye sot gjeti mënyrën për të na falendëruar të gjithë ne për kontributin ton individual në këtë ngjarje të madhe botërore, e cila pat me fatin që për herë të parë bëhen Shkodrën. Çfarë u diskutua për të ardhmen? Do të vijoj që Shkodra të jetë organizuese? Zoti kryetari i Bashkisë na siguroi që dera e Bashkisë për këtë ekip dhe për gjithë sportin shkodran do jetë e hapur, dhe mendoj që të ura bashkëpunimi, ky projekt që ka nisë të 7 muaj me Bashkinë e Shkodrës, do të jetë një auguri mirë për sukseset e të ardhmen. Pasi tani kemi detyrimin për ta mbrojtur titullin, dhe kjo nuk është një punë e lehtë pasi viti i ardhshëm kampionati do zhvillohet në Poloni dhe koha kalon shumë shpejt. Faleminderit dhe suksese zakanjori. Faleminderit zoti Gasp.